Një ngjarje e rëndë tronditi dje më 11 nëntor Tiranën dhe mbar vendin, e ndodhur vetëm 20 metra larg protokollit të shtetit, në afërsitë e aeroportit të Rinasit, ku ekzekutua Gilman Dodani dhe mbeti i plagosur rënd efektivi AMP-s Muçi Shaljani, por për kryeministrin Rama dhe ministren kukull Albana Koçiu dhe drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda, siguria në vend nuk është fokusi i tyre. Teksa dy të fundit kanë kyçur gojën, kryeministri Edi Rama është zgjuar ditën e sotme duke përshëndetur qytetarët shqiptar me kartolina nëntori. Mirëmëngjes, dhe me këtë kartolinë nëntori, krijuar me pasion nga vetë nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri, ju uroj një ditë të mbar, shkruan Rama. Ndërkohë pas ditën e sotme, 10 ministra të qeverisë shqiptare, së bashku me kryeministrin Edi Rama, do të udhtojnë drejt Romës në Itali, ku nesër do të mbahet mbledhja e parë e përbashkët e dy qeverive. Në orën 11:40 është parashikuar takimi mes kryeministrave Edi Rama dhe Giorgia Meloni. Në orën 12:30 do të nisë mbledhja e përbashkët me delegacionet e të dy vendeve. Rreth orës 14 do të firmosen disa marrëveshje me memorandume mes Italisë dhe Shqipërisë në fusha si mbrojtja dhe siguria, energjia, migracioni, mbrojtja civile, shëndetësia, mjedisi, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor. Sipas mediave italiane, në sektorin e mbrojtjes Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji, ndërsa infrastruktura detare do të vendoset në Shqipëri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Sa i përket migracionit, mediat në vendim fqinj shkruajnë se do të krijohet një grup i përbashkët pune për thelluar bashkëpunimin në luftën kundër imigracionit të parregullt dhe për të forcuar aftësitë e patrullimit detar të Shqipërisë. Ministrat që do të jenë pjesë e delegacionit shqiptar janë zëvendës kryeministrja dhe njëherësh ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, ministrja për Evropën dhe punët e jashtme, Elisa Spiropali, ministri i drejtësisë, Besford Lamallari, ministrja për punët e brendshme, Albana Koçiu, ministri i mbrojtjes Piro Vengu, ministrja e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, Evis Sala, ministrja e ekonomisë dhe inovacionit, Delina Ibrahimaj, ministri i turizmit, kulturës dhe sportit, Blendi Gonxha, ministri i mjedisit, Sofjan Jaupaj dhe ministrja e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, Adea Pierdeni.